mirë të deklarata asaj, por për fat të mirë e Orxhasti ja dha deklaratat mirë asaj që i meritonte. Unë ndala në këtë për dy arsye. Spari për të realizuar ju se sa heroike, se sa misionare, se sa e rëndësishme ka qenë qendresa juaj në këto kushte. Qendresa e demokratëve. Dhe pavarësisht nga gjitha këto, shqiptarët besimin më kryesor e shprehen tek Partia Demokratike. Ai fitoi kur Edi Rama zgjedhjet. Ja u them unë ju. Edi Rama i grabiti zgjedhjet. Prisni. Imagjinoni për një moment, do të flas vetëm gjërat më kryesore të raportit, jo ato tonat, fare. Organizoi, thot, raporti ndërkombëtar në periudhën e ndaluar me ligj 4.533 aktivitete. Të gjitha për ndikuar votën e qytetarëve. A mund të imagjinoni o miq të organizosh në 160 ditë 4.435 aktivitete, vetëm se si të mirësosh ta bësh më të mirë, ti bësh makjazh qeverisë dhe aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombëtare. Pra, e ndaluar me ligj. Shkeli ligjin kombëtar dhe ndërkombëtar 4.533 herë. Një gjë, unë dy gjëra besoj se i mbani mend nga unë, dhe duhet i mbani. Në mënyrën më të përsëritur, ju kam deklaruar se me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. E kam thënë këtë me 10-100 herë. Pse e kam thënë këtë? Kam kuptuar se ai i inkriminuar Ram nuk lën ligj pa thyrë, nuk lën akt pa kryer në mënyrë që të marrë zgjedhjet, mos dorëzoj pushtetin. Jo. Ai pikërisht për këto arrestoi në vit elektoral, liderët e dy partive kryesore opozitare dhe tretin e vuri ndjekje penale. Kryetarët e partive opozitare as opozitarët në raport me ligjin nuk kanë asnjë imunitet. Jo, por kur arreston ata vitin elektoral, si persona në nënhetim pas një akuzë, ti arreston ata si kundërshtar politik për dekapituar opozitën dhe për fituar zgjedhjet. Kur 3 liderët e partive kryesore i merren vend në proces, njëri në arrest shtëpie, tjetri në arrest burg, tjetri në proces penal, që të tre absolutisht pa asnjë fakt penal. Do të rikujtoj një histori. I ati ti, në vitin 1988 në gusht, firmosi varjen në litar të poetit Havzinela. Ka dy gjëra shumë interesante. E para është kjo që do të tregoj. Për hirës vërtet, kohë diktature, ajo ishte diktaturë totalitare, jo autoritare si kjo. Totalitare, nuk pranon të pluralizmin. Por megjithatë, ka patur një prokuror në prokurorin atë kohë, i cili tha kjo dosje s'ka asgjë. Po, dhe sot ajo është i ndjerë.
Ja dhanë, tha, kjo s'ka gjë. Doli tjetri dhe e kapi, shpejt. Kjo thash terrorist. Edhe e çuan litar. Po, të vërtetat, që ajo ishte një prokurori, të themi, staliniste. Po prap, kishte njëri që edhe atë që kishte përpara, do interpretonte si që ishte, dhe tha, ky s'ka gjë, tha, qatë së të bere me këtë dosje. E mori tjetëri dhe dënoj me varje. Dhe firmosi i ati Edi Ramës. Edi Rama gjersot s'ka kërkuar të falur, sepse ndanë mendësinë e tjatit për kundërshtarin politik. Ndanë mendësinë e tjatit për kundërshtarin politik. Ndara në këto dy momente për të kuptuar tiparet e asaj që quhet diktaturë autoritare, e cila e pranon pluralizmin, por e shtyp pluralizmin. Faktikisht, ajo nuk dorëzon pushtetin me zgjedhje. Kjo është e gjithë morali i saj. Premtimi i dytë imi ka qenë ky, para jush dhe shqiptarve. Do mbroj votën tuaj. Në qoftë se unë kisha deklaruar se me Edi Ramën nuk ka zgjedhje, kisha deklaruar gjithashtu se unë do mbroj votën tuaj. Dhe mund të them se kjo u realizua plotësisht. Kjo është realizua plotësisht. Kur kam thënë do mbrojmë votën, nuk kam thënë do mbroj me Kalashnikov, as me armë, por e mbrojtëm votën në 2001-shin, jeni dishmitar vetë, se si çfarë bëri policia për ta marrë zgjedhjet, por mori një damkë ndërkombëtare dhe raporti i këtij viti në kushte shumë të vështira. Nuk ishte e thjesht mbrojtja. Jo. Edi Rama bëri presionet jashtëzakonshme. Po ne i detyrohemi shumë atij diplomati dhe atyre vëzhguesve, të cilët pavarësisht nga presionet të turpshme që u ushtruan mbi ta, nuk lvizën asnjë fjalë përkundrazi, e plotësuan raportin dhe u them ju këtu vetëm njëri nga këto, se ishin 3 raporte, ky kryesori vetëm u pasurua, po njëri prej tyre që u paksua pak në fund futi rrjesht, ku thot në Këshillin e Europës, thot Shqipëria i rekomandohet Shqipërisë të ndaj partinë nga shteti. Tani këtu e kuptoni pra, ai u tha që në Shqipëri zgjedhjet nuk ishin midis partive, po ishin midis shtetit dhe partive. Natyrisht shteti ka mjete 100-200 herë më shumë se partit. Natyrisht në qoftë se bëhet fjalë për shtetin zgjedhor, zgjedhje nuk ka. Do kisha dashur të isha shumë kohë përpara këtu takim me ju. Se ne jemi parti e debatit. Ne absolutisht e debatit të lirë. Por debati gjatë periudhës së raportit, hartimit raportit, do ishte kundra nesh. Do ta përdorte Edi Rama për të mashtruar botën, se ja, ky këtu nuk shkoi atje, nuk mori